Tash pas tim ka dalë, ti me ka një gjallë për më duket. Jena krenar se ha në vendin e vetë, që shi ka hije. Filere, për nderë të shmoj kopit 1 minutë heshtin, qadën, do! Kopit 1 minutë heshtin, qadën, do! Lavdi! Post, në vilë! Tash pas tim ka dalë, ti me ka një gjallë për më duket. Jena krenar se ha në vendin e vetë, që shi ka hije, edhe për non tanë jena të lumtur se priti me vëros që shka dasht vetë, me lutjet e sajnë. Kem pas dhimbje, kem pas nërmal malë për ta. Do këtë qarë gjallë. Se dishim ku e kem, vishim dhe vërrezat se shtrupit tine, kishim dhimbje dhe ma tepër, së dosh një dit e lumtur për ta, se e këthy në vendin e vetë. Edhe na kena dhimbje, normal se hap dhimbja, mas 28 vite, amo jena krenar se ha në vendin e vetë, që shi ka hije, edhe për non tanë jena të lumtur se priti me vëros që shka dasht vetë, me lutjet e sajnë, për mi vëros që shduhet. Edhe jemi qesh krenar se ku ka vëroset, me trupin që shka dash nona me lutjet e sajnë, se ka lutë për ta. A në vroni pak se kujtoni Agronin? E kujtoj një djalë shumë trim, shumë i lumtur. Më kujtohet se sot dhe bli, thash nonës dhe më thash, nonë më së mërzit, thash që ku ardhë, thash e ka thonë nonë, ju më shku për më luftu, o që ke, edhe nona jetë, s'ka mujta shka mi thonë me që ka për qafe. Ju më ka në vogël 13 vjeqare, po e maj shumë ma njërë. A bërë bënë shumë kohë, po tash ke i dullë me dhe fri,
tash si pas tim ka dalë, ti me ka një gjallë për më duket. Apo që urat uë, që akona të rëmë, së në krej më rapa, po mirë që u bërë, të forë, familje. I përjetëshëm kujtimi, lavdik. Jemi këtu në këtë ditë me plot emocione për gjithë neve. Ditë që na kthen, po thuaj se këtu në 28 vite më parë. Na kthen me mendje e shpirt e zemër. Krenar kthehemi në kujtimet e ditëve të lavdishme të historisë sonë më të re. Në ditët e luftës heroike të UÇK-s, në ditët e asaj lufte titanike që bën djem dhe vashat më të mirë të këtij populli. Ishte mars i vitit 1998, pas përkazit të Adem Jasharit, me 24 mars u sulmua ashtë për familja Haradinaj dhe Glëxhani. U dha kushtrimin në Dugaxhin dhe atëherë djemt e Baballaqit të gjithë së bashku dolëm në mejdan. Instikomet tona ishin të pathyeshme, që nga fillimi i luftës frontale të UÇK-s kundër forcave serbe. Këtu në frontet e Baballaqit ishim të vendosur në betejat kundër ushtrisë serbe, pa u trembur dhe pa u ndalur, asnjëherë. Duke qëndruar dhe luftuar stoikisht, ishim së bashku me shokët tonë, tani dëshmorë të kombit. Me vëllezërit Ramiz dhe Aslan Botushaj, Zënun Mataj, Nexhat Humaj, Kujtim Çallakaj, Milaim Gjocaj, Avnis Sinonaj, Muhamet Bardhecaj, Demush Bardhecaj, Milazim Shalaj dhe Izet Beqiraj. Dhe bashkëluftëtarin tashmë dëshmor i kombit Agran Gjocaj. Spari pyetëtor Baballaqit, jemi kujshi, jemi rrit bashkë gjithë, edhe e kem kaluar një periudhë më të vështirë, herët bashkë, se vija e luftës, vija e frontit Baballaq është e para, është vija e parë, vijat e para të luftës. U bën shumë vjetë, po kur se harroj, pra një lidhje që ndodhi, një angazhimi përbashkë që ndodhi, edhe filloj me një entuziazëm, me një bindje, me një shpresë se lufta e fillume, do ta sjellë deri. Pra, Baballaq, faleminderit sot, faleminderit për motë, faleminderit për jetë. Nikosisht, gjitha këto vendbanime, që e dini, pra krejt linja, kështu breg rrugë, ka qenë vi lufte, edhe ka qenë vi shumë vështirë luftës, për shkak se dihet qëllimet ishin kundërta. Ne kërkonim një zonë të lirë, edhe kërkonim një mundësi lidhje me Shqipërinë për shkak të furnizimit. Serbia kërkonte që mos me ekzistu kjo zonë e lirë në Dugaxhin, dhe nikosisht me na mbyll furnizimin. Pra, ishte një përballje vazhdueshme, përhershme, në gjithë kohën. E dashtën familje e Agronit, Agron Gjocaj, që kujtojmë sot, e përmat të dashura familjet dëshmorëve që pushojnë këtë memorial, e gjithë ju familjarë dëshmorëve, prezent, bashkëluftar gjallë, nan Zenepe, shumë të respektuar zyrtar të emisioneve, kryetar i komunës, sot i bashkimit Ramoshaj, dashur sheh, komandant Hisen Berisha, i nderuar Hoxha Hashim, kanon se qërë, faleminderit që e këtu, Abdul Mushkolla në rrit dikun matutje, po e kemi vërtet vlerë ikon tonën, e gjithë prezent ju faleminderit për nderimin që i bojmë sot, edhe unë po ju them kështu familjes, sot është festë për faktin që vërtet djali i juj, djali jon, bashkëluftari jon, i ram për liri në fushën nderit, sot po kthehet në shtëpinë e vet, po kthehet te bashkëluftarët e vet, edhe ky rivarrim, pra është një lloj lehtësimi për gjithë ne. Çka mund të themi sot? Shumë popull kanë thënie të vetat, se si e shpjegojnë ata të mirën e të keqen, ose edhe borxhin, mos thojmë hakmarrjen. Mirë po, e dashur nane, familje, po tjerave, ne luftarët e gjallë sot, mund të qëndrojmë krenar,
përpara juve, përpara venit, përpara varë, që jemi hakmar me sukses, me fitore. Çka janë 3 momentet e fitores tonë, që sot na bojnë me unije, krenar, edhe në këtë vend, që është një vend i shejt, ku pushojnë dëshmor, e arritëm lirin, natën, qershor, e arritëm lirin, fal angazhimit popullit tonë, fal ndihmës që na dha Amerika dhe aleatët, po arritëm lirin. Çka është suksesi tjetër, që jemi hakmar për dëshmorët, për trënd, për lirin, për martirë, për pagjetur, për vujtjet, e shpadëm pavarësinë e Kosovës, e kemi pavarësinë e Kosovës, dhe do ta kemi për jetë dhe festuar pak ditë më herët, dhe ka dhe një sukses. Nuk do ta mohojmë, e ja ku janë, ushtria e Kosovës. Ne na mohu një kohë gjatë, e drejta në ushtri, edhe e arritëm për të mirën tonë, për të qenë sigurt, po edhe më uan të rësun në ato. Pra mu bo pjesë e një aleance botnore të sigurisë. Tani, a ka suksese tjera, po do të ketë gjithë jetën, rruga për suksese vazhdon, mënyra ma e mirë, vërtet, me nderu e trend, nuk po thëmë mo me u hakmar, po me nderu trendet për liri, sakrifice, në vujtjet, gjithë ato mundimet popullit tonë, është me bo punë të mira për vend, punë të mira për popull, punë të mira për rinin tonë, me ndalë tonë, me unë rritë këtu, se ajo ka qenë dëshira e gjithë luftarëve, patriotëve, po gjithë neve sot. Une, kur kemi nda dekorata për dëshmorët, në Deçan e kam nda dekoratën për agronin, po sot, po kom dëshirë mja dediku familjes në këtë rast. Një dekorat pas vdekjes edhe i lusë që ta pranojnë, dediku familjes për dëshmorin. I përjaqëm kujtime, lavdimi. Falenderoj ushtrinë tonë, policinë, të gjithë që kanë ndihmuar dhe që marrin pjesë, gjithë bashkëluftarët, faleminderit shumë. Kemi folë nështë shumë, kemi thonë shumë, kemi dokumentuar shumë, njerëz të kanë kuptuar cila është lavdia e luftarit shqiptar, cila është lavdia e ushtarit të shqiptarit të Kosovës. Mirë po jetojmë mes dy botëve. Një kohë kur kem pas nevojë për këtë liri, janë gjend burra e gra, sikur agronin që po rivarosim sot, që i kanë dalë zot këtij vendi, e deri në ditën e sotme, ku këto vlera jo që ndoshta e kanë ata që e meritojnë, atë respektin e duhur. Po, këta në konë dishka ma të veçantë, avnia, Milaimi, Agroni, se ko lëp këtë veni, këta gjithë lëpshin vullnetarë. Një dhimë të madhe, po është dhe një krenari e madhe të kujtojsh dy luftimin e tyne, që i kanë bëha ty. Sot, nina, ma gjushëm se hërdokorë, se 27 vite u këmë hubë dhanë, ka ratë dëshmur veti treti me Milaim Gjucin, Avnin, me 4 bashkëtarë Gjilë Dragos, me 18 gusht natë të jetën. Atë ditë ne i kemi pas dhimt, edhe falë Gjotit që si kemi pas djemë, luftëtarë, si jepin jetën për këtë vend. Se dërija nërsh nuk në ka skemujt, kuqësh mi fitu dëri pa gjakën e dëshmorëve të sot, e të martirëve. Agroni ku njëri me gjithë luftëtarët, bashkë luftëtarët. I kemi ushtru se une më marrë pjesë edhe për para më kryu ushtrinë, më marrë pjesë në Kroaci atje, 5 vjetë më konë luft Kroaci, në dhe zbalën, të gjerën. I më konë i përgaditun, i kemi përgadit të ushtarët gjithë. Po këta në konë dishka ma të veçantë, avnia, Milaimi, Agroni, se ko lëp këtë veni, këta gjithë lëpshin vullnetarë. Kanë dy vullnetarë për gjënë shku me 10 herë në Shqipëri, me marrë martim, nuk kanë përshu kort atjem. Edhe këta nuk kanë pat njelëshëm. Lejami ko këmë marrë për Agronin, kur kanë ra këta atë ditë, ne kemi qenë në dashinat. Atë ditë ishim të angazhuar në për
pikat frontale që edhe atëherë ishin ofenzivat e nëna ishte një farë ofenzive si largim pullac, të angazhu në për fshatra tjera. Dhe kështu kur kim rrinë tash në ata vita kishin pa arritë që janë në për kufi. Më shku për armate, më shtrëngu ala pak më tepër, po fati ka deshtë ata e non prit. Shumica gate në plagos, 3 kanë me dëshmor, edhe në dhimbten kishim mundësi aty veç me ditë diçka për ta, po Ne me 15 gusht, mas ofenzivës të në Baballaq që kem pas, një grup bashkë luftëtarës, nga bo bashkë fshatat prapa qanë anaj ka Isniqi, kem qenë une, Avni Sinoni, Milaim Gjoti, Agre Gjoti, Shkelxe Beshiraj edhe Mehmet Tahiraj, edhe Muj Lokaj. A ditë mas ofenzivës na kem vendosë me shku për orë për Shqipëri, me 15 gusht. Edhe i na nisë në përbje Streltit, Tisniqit, Baballaqit, kem bo një 3 ditë, 3 net me kalu deri kufi në Trekanç me Malzi. A ditë kër na vit afër kufinit të Trekançi, herën e parë kena hasë në mine, edhe mas mine kër ishë përthuj, na jem pozicionu se cilin 2-2 në për pozicione. Aty kem vendos luftimet, kanë granatu për gjitha onve, ka pas ndrequse, edhe aty avnia me Agronin janë da bashk, edhe kanë qëndru deri në momentin e fundit, me 18 gusht, te mas gjysnjaq, ka pas 2 luftime bukur të mdhaja. Unë për veti kam qëndru me Milaimin, Milaimi kam mbeti vram afër ngat aty, edhe vllain tim mujin e kom marrë me veti dhe kem kalu kufinin për Shqipni. Ndërsa avnia me Agronin kanë qëndru aty deri në mëngjes, sa kanë mujt me qëndru për me forcat serbe. Jo, shans nuk kem pas se granateshin shumë, ndrequse shumë, edhe ka pas gjujt tjerë për gjitha onve. Edhe ata u dalën domthonë grupe. Agroni avnia bashk, Shkelxe Beshiraj me Mehmetin kanë qëllu bashk, unë me vllain tim dhe Milaimi kem qëllu bashk në dam. Se kur një ranë mine na shpërnda pak grupe për atyt. Një dhimbje të madhe, po është edhe një krenari e madhe ta kujtojsh 2 luftimin e tyne që kanë bërë aty, dhe gjatë gjithë kohës natë tetë ashtu në fshatin Baballaq, është një krenari shumë madhe ty kujtojsh ata shokë që kanë vdek aty. Se aty kanë rarë 3 dëshmorë. Avnia, Agroni dhe Milaimi.